Eva me gjuna sa shumë. Selamu alaikum të nderuar dëgjues, ju që po na ndiqni në valët e radios Dituria Islame dhe kemi ardhur kështu së bashku me profesor doktor Hafiz Hajredin Hoxha në pjesën e dytë të programit. Dhe pjesa e dytë e programit do të fokusohet mbi përmbajtjen e dridhja dhe rënqethja e zemrës. Është kjo do të thotë përmbajtja që do të jemi në trajtim të pjesës së dytë të këtij emisioni. Kështu që ne pa humbur kohë do të kalojmë fjalën tek doktori për të vazhduar me këtë pjesë të dytë të emisionit. Mirë vini dhe të ndershëm emisionin Jeta me Kur'an, pjesa e dytë, problemet e zemrave, zemra e pastërt. Në pjesën e parë, sipas komentatorëve të Kur'anit, definicionin e zemrës së pastër. Tani, ky ajet i Kur'anit e shpjegova Kur'anit dhe më ra ky ajet i Kur'anit në dorë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Ajeti nga surët Al-Anfal, që në përkthim besimtar të vërtet janë vetëm ata zemrat e të cilëve kur përmendet Perëndia Allahu Gjellëshanuhu vërgëllojnë nga frika dhe përulja, rënqethen, dridhen, e kur atyre të lexohen argumentet e Allahut, ajetet e Allahut, atyre i ushtohet thellimi në besim dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten. Shumë ajet me kuptime të mëdha, besimtarët të vërtet janë vetëm ata zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu Gjellëshanuhu, kur lexohen ajetet e Kur'anit, fjalët e Allahu Gjellëshanuhu, zemrat e tyre rënqethen, dridhen, friksohen, përulen, dhe kur i ndëgjojnë ajetet e Kur'anit, këshillat e Allahu Gjellëshanuhu, atyre çka ju shtohet end akoma besimi më shumë dhe ju mbështeten Zotit të tyre. Tani unë pasi që e kuptova, tani po du me ditë, a jam unë besimtar i vërtet? A jam unë besimtar komplet? A jam unë musliman i mirë? E ky ajet i Kur'anit po më jep mua përgjigje, besimtar të vërtet janë innama gjuhën arabe, nëse çdo ajet apo çdo fjalë në gjuhën arabe starton me innama, tu kanë konfirmim. Konfirmim do thot vetëm që ashtu është, as jo ndryshe. Me të vërtet, innamal mu'minun, me të vërtet besimtar të vërtet janë ata të cilët kur Allahu përmendet atyre zemrat rënqethen. Që kishte mundur ajeti më ardhur në këtë formë, besimtar të vërtet janë ata të cilët kur përmenden Allahu zemrat rënqethen. Por ky ajet është startuar me innama, që konfirmon dy fisht, inna edhe ma, është bo innama, me të vërtet, jo ndryshe tjetër, besimtar të vërtet janë ata të cilët kur ajetet e Allahut i ndëgjojnë dhe dikush u lexon atyre zemra rënqethet, frikohet, dridhet, përulet. E tani unë këtë e lexoj këtë ajet, po e ndëgjoj Kur'anin, po i ndëgjoj hafëzllar të mirë me zëra të mirë,
Apo ndikon në zemrën time ndonjëherë kjo, do thotë këto ajetet, apo ndikojnë në zemrën time. Këshillat e dikujt, prizve fetar, hoxhallarëve, profesorëve, apo ndikojnë në zemrën tënde, fjalët e Allahu xhaleshanu. Apo po konsideron vetëm si një bisedë thjesht, një bisedë të thotë shumë normale. Nëse ka lënë shumë normale, është problem serioz, do të thonë gjendja e zemrës nuk është mirë. Nëse ndëgjohen me vëmendje dhe seriozisht, atëherë kjo zemër po kërkon dhe po lumton për përmirësim, për mos pastruar tërësisht nga mëkatet, nga dyshimet, nga vezveset, nga bidatet. Ky zemër do të thotë në trup njeriu po lyp të vërtetën. Është zemra e uritur, po lufton për me arritë Allahu xhaleshanu dhe të krijuesi i tij. E tani këtu duhet të ti me punu me Kur'an. Sa herë të lexon Kur'anin, sa herë të lexon ajetet, sa herë ndëgjon diçka, ndalu dhe medita. Ndalu mundohet të thotë, nëse herën e parë s'ka ndikuar edhe një herë u më lshu. Po unë s'po marr vesh bre hafuz bre. Arabisht po lexojnë. Shifni, Kur'ani ka një specifik, ka diçka që nuk ka asgjë tjetër në botë. Edhe nëse nuk e kupton, ai ndikon në zemër. Vëllai, kjo është e testune, kjo është e vërtetune, edhe tani në botën e perëndimit i keni edhe incizime dhe rekordime në internet, në YouTube, në Londër, e në Gjermani, e në Amerikë, kanë ndarë në rrugë me jo besimtarë u kanë shuar ajetet koranore të disa hafëzllarëve, hoxhallarëve në botën arabe dhe tjerë, dhe pa kuptuar hiç, ata e kanë pëlqyer recitimin dhe janë prek dhe janë ndikuar të thotë pozitivisht. Edhe na sot kemi nevojë të zemrat tona, pasi që na po lumtojmë për zemrën e pastër, atëherë zemra ime duhet me qenë ajo zemër që kur e ndi fjalën e Allahut xhaleshanuhu, fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, po këshillat e tija, atëherë unë çka duhet kjo zemra ime pak më shkund, më lëkund. Kjo zemra ime pak duhet më zbut, pak duhet mja lën diçka. Të drynat që i kum pas që sa vite une, të drynat që ka qenë zemra ime mbyllur me dryn, që ka qenë zemra ime e stërmbuluar me katran, me shtres, që ka qenë zemra ime vullosur do thoteri dje, apo par dje, me mkate, e me alkohol, e me bigjoz, e me gjynahe të ndryshme, tani është koha kjo zemër më shkund. Wajilat qulubuhum gjuhën arabe përmendëm e thonë, po zemrat e tyre çka dridhen. Jenë munduar komentatorët e Kur'anit me tregua disa komente rreth çështjes së zemrave. A dini o vllazën të ndershëm, momentet apo ato sinjalet, kur lutjet e tua bëhen kabul, kur lutjet e tua pranohen, sahabët e pejgamberit alayhis salam, edhe tabi'int, edhe ajo gjenerata pas tyre që kanë ardhur, transmetohet në komentet e Kur'anit, që ato momente ti kur i lutesh Allahu xhaleshanuhu, po nëse e ndin zemrën tënde, rënqethet zemra, po bëhet diçka të ndryshime me ndin tënde, gëzohu, se këta janë shenjat që Allahu ta ka pranuar lutjen. Në pjesën e tretë pak para se ta përfundojmë, do t'rregojmë çka duhet i më bë tani, kur të thotë zemra jote fillon për mua, e për më rënqet, e për më frikua nga Allahu xhaleshanuhu, kjo do thotë çka, hyjnë edhe me qajt. E do të vim pastaj aty pak ndalemi. Prandaj këtu është ato momentet kur na çdo kush nga ne duhet të thotë me luftua ditë e natë, të thotë dhe mundal me të vërtetë dhe me ledu këta jetë disa herë besimtar të vërtet jenë ata cilët kur Allahu përmendet atyre zemra u dridhet. Kur dikush ta thot një fjalë të Allahut, është definuar në Kur'an,
me thonë, për një çështje, për një problem, për një transakcion, për një punë, është ndaluar, me një herë, në dhe më shumë. Në Kur'an, sami'na wa ata'na, kemi dëgjuar dhe do ta praktikojmë. Besimtari vërtet kështu vepron. Zemra vërtet, kur i ndëgjon ajetet e Allahu xhaleshanuhu, kur e sheh mallnin e Allahu xhaleshanuhu në këtë univers, në këtë gjithësi, ai gjithmonë kërkon akoma më shumë. Gjithmonë kërkon më shumë për më afroa te Allahu xhaleshanuhu. E sot pse nuk po ndikon ajetet zemrat tona, kokat tona? Xhamati në xhami po vjen, hoxha po ligjeron, ai flan atje. Hoxha po ligjeron, ai lun me telefon, e ka fshi shejtani për parë dhe ditën e xhuman, xhami mrenda aty. Hoxha po ligjeron, imami po ligjeron, e ai fale ku i ka ment. Hoxha hyp në hutbë, e starton hutbën, ligjeratën me ajet kuranor, nuk ka ndikim. Gratë tona, nona tona, fëmijët tona e lexojnë Kur'anin, por nuk ka ndikim. Pse? Po lexohet leximi formal, verbal. Nuk po nalen do thotë e këto stacionet ku po ndalin me na do thotë stacione kyçe. Nëse nuk ndalen me kështu, na kur s'kemi më përparua, apo kur s'kemi më shumë më rregulluar. Patjetër duhet më nal te një ajet, dhe te ky ajet që po i tregojmë këto teknikat, një herë, 2 herë me lexu, 3 herë me lexu, 4 herë, 5 herë, dhe pastaj shif për këtime që kanë thënë. Pastaj hulumto përsëri në komente, nëse nuk din, pyet. Unë do më zbërthy këtë ajet koranor. A jam unë besimtari vërtet? Apo i mbështetem unë Allahu xhaleshanuhu? Apo më shtohet besimi im? E këtu tash të shtimi i besimit, komentatorët e Koranit edhe dietarët e fesë islame kanë thënë besimi është besimi, akohet, një mendim. Po më thonë sikurse diçka një realitet, puna e Allahu xhaleshanu, kemi besu që Allah është një, edhe mo u kry. Kjo është një mendim, ka dhe disa besimi si besim, imani si iman, nuk shtohet. Mirë po kjo shkon kundër ajeteve Koranor, nuk është mendim e vërtet. Sepse Allah po thot, idha tuliyat alehim ayatuhu, kur atyre u lexohen ajetet e Allahut, zadethum iman, atyre u shtohet besimi. Komentatorët e Koranit, dietarët kanë dhënë disa zgjerime, do të thënë më shumë. Si shtohet besimi i njeriu? Shtohet me vepra të mira. Shtohet me vepra të mira. E veprat e mira janë shumë lloj-llojshme. Pejgamberi alayhis salam thotë el-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, besimi është mbi 70 deg. Besimi, definicioni i besimit, detalet e besimit në Allah, në fe, janë mbi 70 deg. Dega më e lartë është la ilaha illallah, besimi në Allah që nuk ka zot tjetër posa ti, vetëm një. Wa adnaha, dega më e ulët, imatatul adha an at-tariq, me larguni i gjatë keqe prej rrugës, mos t'i pengoj këmsorve. Një therr, një puri, një, do thotë një lis, kara fryma do nga errat e forta, një pengesë diçka, do thotë bërlogu, e tjera, kjo është do thotë shkalla më e ulët që ka lidhje me besim. Edhe mbajtja e ambientit pastër ka lidhje me besim. Edhe veprat e mira janë shumë të llojshme, kur njeriu punon veprat e mira, atij i shtohet besimi, dashuria te Allahu xhaleshanu. Por ai njeri kur punon vepra të këqija, edhe veprat e këqija janë shumë ngjyra, shumë lloje, po edhe atij i mungohet, i pakohet besimi. Prandaj çështja e shtimit të besimit dhe të imanit, po shtohet me vepra të mira dhe pakohet me vepra të këqija. Në studimet tona para 38 viteve në Damask të Siris, i kemi mësuar të vargjet në lëndën e akaidit, po ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل ذا خلف كذا قد نقل. Mendimi më i vërtet është që besimi shtohet
sa t'i shtohen veprat e njeriut. Ibadeti, namazi, leximi i Kur'anit, vizitat, veprat humanitare, sa ja shtojnë besimin. A keni pa Ramazan, që ka aktivizohen populli, xhamati, taravia, iftare, punët e mira, zekati, sadakat, ushqimi të tjerëve, çfarë gjendje shpirtërore jenë besimtarët është e pa imagjinueshme. Po çka janë këta? Shëndet e besimit, veprat mira. Pa keni pa njeri kur futet në gjunahe, po kur shejtani manipulon e mashtron me ato, gjithmonë rrin mahzun, gjithmonë do thotë rrin me depresion, rrin me gale, rrin me kokë ulur, nuk është pozitiv, është me mërzi, është me telashe, nuk ka sukses në punë, nuk ka sukses në kompani, nuk ka sukses në jetën e tij bashkëkohore, bashkërtore, po nuk ka bereqet as në rrugë që e merr të shtëpia, pse? Po shtras në haram, po shtras në gjunahe, edhe ju ka pa kohë besimi e tij. Prandaj, ky ajet mua po mëson se si të jetoj, shpejtoj në veprat mira, dhe të ndridhet zemra, të dëgjoj Kur'an sa më shumë, të lexoj komentimet e Kur'anit sa më shumë, dhe të bëj vepra të mira, të t'i mbështetem Allahu xhaleshan. Dhe pjesën e fundit të emisionit tani, do ta shohim kajmakun, se si pastrohet zemra, pasi që e përmendëm tani metodën, mënyrën, çka bëhet për me rujt këtë zemër të pastër, dhe për me na udhëridh zemra, e për me na pranu lutjet tona, duat tona, ona gjithmonë do të duhet me pas parasysh të realitetet. Ju falenderoj tani për të një pauzë shumë të shkurtë dhe po i kthehemi pjesës së tjetër prej të fundit. Alhamdulillah rabbil alamin. Faleminderit shumë, doktor. Ne, pra të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë me pjesën e tretë pas pak çastesh do të rikthehemi sapo të kemi një